Në zemër të Kurbinit, mali i bardhë ngrihet si një dëshmi e gjallë e harmonisë fetare ndër shekuj. Banorët e këtij fshati, ku rreth 95% janë musliman, mbi rënojat e një kishe 800 vjeçare, ndërtuan një kishë të re, një akt që shënon jo vetëm respektin për historinë, por dhe për bashkimin e komunitetit përtej fesë. Kjo kishë, që dikur vizitoi fshehurazi dhe kur ishte ndaluar, sot është shndruar në një pikë takimi për muslimane të krishterë. Io sono il parroco di Millot e secondo anno che celebro questa festa bella di San Michele a Malbard. È un popolo, è un paese che ha almeno 80% musulmani, 20-10% cattolici, ma noi non abbiamo nessun problema di fede, noi viviamo armonia religiosa, anche i musulmani prendono parte dell'Eucaristia ascoltando la parola di Dio e noi viviamo qui come fratelli e come sorelle. Çdo 29 shtator, festa e Shën Myllit i mbledh bashkë jo vetëm malbardhasit, por dhe banorë të zonave përreth. Rritet fetare kryen në paqe dhe respekt, duke ruajtur një traditë që ka kaluar brez pas brezi. A kemi jo vetëm si mjet, po a kemi qysh me vitet e hezme, të festë, që festo fshati jonë. Do të këshej, jo vetëm për kontributën që japin edhe pjesëtarët e tjerë, po unë ja pa qëllim e tharë që trashëgimtari i Zotit Ndu Lala, Nervini, ka kontribuar duke bajë parasysh amanetin e babës së vet, dhe te amanet e ka përcjell me të miri bashkë me gjithë fëmijët e tij. Prej disa vitesh, familja Lala është bërë pjesë e pandashme kësaj dite të shenjtë. Ervini, i birit të ndjerit Ndu Lala, bashkë me fëmijët e tij të vegjël, ruajnë dhe përsidhin vlerat e brezave. Unë jam Marvi dhe jam 11 vjeç. Unë dhe familja ime vim në këtë kishë çdo vit. Këtu janë shumë veta që vinë nga Laçi dhe vende të tjera. Vim të kjo kishë e mrekullueshme sepse gjyshi na ka treguar që do vim çdo ditë, çdo vit. Quhem Noa, jam nip i Ndu Lalës edhe gjyshi im vjen këtu vit për vit, ka pas ardhur vit për vit sepse ka ndruar jetë. Vinte këtu vit për vit edhe festonte festën e Shëmhillit. Kjo kishë është kisha që është ndërtuar vetë nga fshatarët e Malit Bardh. Sot kemi ardhur me familjen time dhe kemi sponsorizuar gjithë aktivitetin. Uroj të gjithë besimtarët gëzuar festën e Shëmhillit. Kisha e Malit të Bardh është vizituar dhe nga përfaqësues të huaj, mes tyre dhe nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke e kthyer këtë vend në simbol të tolerancës që ka kapërcyer kufit. Mali i Bardh mes historisë dhe besimit vijon të mbajë gjallë një mesazh unik, se harmonia dhe respekti ndajnë më shumë se çdo dallim.